ku t'jeni gati? I bukrijem, hetë këtu, hetë e të bukuron në Gostivarin. Një falemderim të madh liderëve të Vlenit për mbështetjen që ma japin për të mirën e qytetit të Gostivarit, për shkak se për 8 vjetë të shkuar, qyteti i Gostivarit është shkatruar. Dhe me këtë mbështetje që ma japin liderët e Vlenit, do të ndërpresim shkatrimin e qytetit të Gostivarit. Për shkak se qytetarët e duan qytetin e vetë, edhe na do bashkohemi për të ndërtuar bashkë me qytetarët qytetin tonë, edhe të bashkuar dhe jemi deri në fitoren e madhe të 11 janarit. Po, kjo ka qenë kërkesa e shumicës e qytetarëve, se për ndryshe unë kam qenë 2 mandate, edhe ato më kam ftuar thehu ta ndërpresim shkatrimin e qytetit të Gostivarit. Nuk ka qenë askush kundra meje, demokracia është gjë më e mirë, si cili voton ashtu si mendon, po tash jemi bashku gjithë për të mirën e qytetit të Gostivarit, ta ndërpresim shkatrimin e qytetit të Gostivarit, se këtu jetojnë fëmijët tonë, nipat tonë, edhe do jetojnë gjeneratat brez. Jo, nuk kom thënë që nuk dalë, as nuk kom thënë që nuk mirëm me politikë. Na do realizojmë projekte si mbas kërkesës së qytetarëve. Zotëri Bejta, vazhdoni ta keni mik Ali Ahmetin? Jo, unë nuk kam armik asnjë. Që ta kemi armiku në Ali Ahmetin. Nuk e di pse. Unë asnjë armik nuk kam këtu në qytetin e Gostivarit dhe asnjë armik nuk kam në gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë, për arsye se unë kam bërë vetëm punë të mira dhe kam qenë gjithnjë në shërbimin e qytetarëve të mi edhe në përgjithësi edhe në shërbim të qytetarëve në nivelin republikan.